Në HTML ekzistojnë dy lloje kryesore listash. Ul, lista të parenditura, elementet e listës shënohen me pika. Ol, lista të renditura, elementet e listës shënohen me numra ose shkronja. Vetja list style type në CSS specifikon llojin e shënuesit të artikullit të listës në një listë. Shembulli i tanishëm tregon disa nga shënuesit e artikujve të listave në dispozicion. Shënim, disa nga vlerat janë për lista të parenditura dhe disa për lista të renditura. Vetja list style image përdoret për të zëvendësuar shënuesin e artikullit të listës me një imazh. Shënim, gjithmonë specifikoni një veti të tipit list style përveç kësaj. Kjo veti përdoret nëse imazhi për ndonjë arsye nuk është i disponueshëm.
Vetja list style position specifikon pozicionin e shënuesve të artikujve të listës, pikave. Vetja list style type none përdoret për të hequr shënuesit e artikujve të listës. Shënim: një listë ka një diferencë dhe mbushje të paracaktuar. Për ta hequr këtë, shtoni diferencë 0 dhe mbushje 0 në elementin ul ose ol. Vetja list style është një veti e shkurtër. Përdoret për të vendosur të gjitha vetit e listës në një deklaratë. Kur përdoret vetja e shkurtër, rendi i vlerave të vetive është list style type, list style position, list style image. Gjithashtu mund t'i stilojmë listat me ngjyra, kufi dhe mbushje për t'i bërë ato të duken pak më interesante. Çdo gjë që i shtohet etiketës ol ose ul ndikon në të gjithë listën, ndërsa vetit e shtuara në etiketën li do të ndikojnë në artikujt individual të listës. Stilizimi i listave me ngjyra, kufi dhe mbushje. Ky shembull tregon se si të krijoni një listë me kufi pa pika.